A më shumë rritë në këtë procedurë partida e deklaru, më mbrojt heshtje, po përgjit gjitha pyetjet, s'ki obligim të hequr vetë vetën, mbrojtjen e heshtjen e kompetencës së pranërit i fajësisë, ose pranimi i fajësisë është raporti mësuese për juve. A e kuptuar drejtën zonë? Do të deklaru apo jo? Do të mbrohen heshtjen. Për pasi i planova udhëzimet e gjykatës, unë do të mbrohem me heshtje. Ne sa lexuama, edhe ju keni drejt të më deklaru, më mbet heshtje se në kompetencës së pranërit e fajësisë, keni drejt të komunikoni me avokatin tuaj, ndërsa pranimi i fajësisë është rafon mësues për juve. Do të më deklaru apo jo? Do të deklarohem, sepse duke konsideruar para praktikisht rrita se në mos komunikim të duhur në avokati me gjykatën, konsideroj që është domosdoshmë për vërtetë atë. Që është të anoke? Vetë. E një vetë pajtur apo jo? Nuk e një vetë. Po. Nuk e një vetë pajtur. Avokata pajtori me deklarimin për njërën. Edhe ju ka keni drejt të deklaru, më mbojnë heshtje, që në kuptësin e ke pranën e fajësisë, ndërsa çka keni pasur do të komunikoni me avokatin tuaj, ndërsa pranimi i fajësisë është më thonë mësuese për juve. Ju është dënë më deklaruar apo jo? Deklaruam që nuk ndjem pajtuar. Faleminderit shumë,